Në këtë rast për institucionin sa i përket punëtorëve, kërkojmë që të respektojnë të drejtat e punëtorëve, bizneseve të vogla, sepse ka shumë punëtorë që ju shkelën të drejtat dhe nuk respektohet as paga minimale, as nuk respektohen kushtet në punë. Për punëtorët të cilët shohin pa rregullsi në punë, i inkurajojmë ata që të ngrisin zanin për të drejtat e tyre dhe kështu që të punojnë punën ku ata bojnë të kryjnë në raport dinitetshëm, të ketë dinitet për punën ku bëjnë. Mesazhi i jonë është që institucionet, vendet përfaqësuesit institucional janë në shërbim të qytetarëve dhe ata të cilën në këtë raport, domethënë raport me qytetarët të cilën jo si pronor të vendit punës ku ata punojnë, po të cilën si shërbys ndaj qytetarëve. Dhe po ashtu por jemi të drejtat e bizneseve të vogla, bizneset të vogla kanë të drejtën të shfrytëzojnë hapësirën, ashtu aty ku nuk shkelen rregullat, njëjtë sikur bizneset e mëdha. Bizneset e vogla mund të jetë as 100 metra katror, 30 metra, ndërsa kem biznese që me 1000 metra katror shfrytëzojnë edhe ata shumë nuk kanë pengesa ashtu si kemi ne. Po ne kemi pas sot të kemi edhe një aksion simbolik ndaj të zyrja e BE-s për mja bu me dije atyne se ata kanë shfrytëzuar shumë jetë financiare dhe për demokratizimin e institucioneve në Kosovë, mirë po na peshohem që aty ku po bëhen drejtas mund të ketë demokraci.